Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vijim patjetër që do të ndalemi dhe do të flasim se reakon aksionit të opozitës me njëherë pas rezultatit të humbës që pësoi në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Pavarësisht se Partia Demokratike dhe konkretisht kryetari i saj zoti Berisha çdo ditë e më shumë bën publik parregullësitë të cilat janë regjistruar gjatë 11 majit, ditën e zgjedhjeve, Partia Socialiste nga ana tjetër është duke shijuar fitoren e saj dhe duket sikur është duke u bërë gati për të rifilluar punën e menjëhershme pas rezultatit fitues që arriti të korë në zgjedhjet e 11 majit. Por çfarë do të ndodhë në vijim, sa e nxehtë do të jetë klima politike në vendin tonë dhe ku do të konsistoj aksioni i opozitës, këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me zotin Lefter Maliqi, i cili më është bashkuar në këto momente në studio. Zoti Maliqi, përshëndes, faleminderit që sot në Fox News. Përshëndetje edhe kënaqësi, pasi po vin nga qarku i Beratit, ashtu si shtat ju pas humbjes të padëshiruar, duke i sjell një dëm të madh jo vetëm demokracisë Shqipëri, por edhe demokratëve, elektoratit gri, cili shpresonte ndryshimin. Unë me njerë pas rezultatit, si të ta komentojmë, isha në Skapar, Poliçan, Berat, Dimal dhe Kurçov, ku kam takuar me 10 qytetarë të majt, të cilët më mbështetën, më kanë telefonuar ditën e votimit, edhe më pas të zhgënjur, dhe unë bajta qëndrim, përveç takimit me strukturat, pata takim me disa qytetarë që nga Roshniku, Berati, Skrapari, Poliçani, Kutallia, Cukalati, Dimalit, edhe Gega, Driza e komunës Kozare, Kurçov dhe Perondi. Çfarë thonë? Sigurisht janë pesimist, do të kthyer besimi, nuk kanë më besim që ne mund të fitojmë në sfidat e ardhshme në këtë gjendje, edhe në këtë goditje të madhe që mori demokracia në vend dhe opozita në vend. Por me pak fjalë shohin problemin tek opozita. Jo, me fjalë e shkruar bindje që me Ramën nuk mund të ketë më fitore nga opozita e bashkuar, por unë do të them dhe do të ndalem edhe për rezultatin e përgjithshëm, por edhe për qarkun e Beratit, përveç faktorëve dhe dorëndësime publike që janë bërë edhe para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, por edhe në asalia e Partisë Demokratike dhe kryesisht nga lideri Berisha, i përmbajmë të gjithë këtyre akuzave. Duhet të them që përveç faljes së gjobave, përveç rolit të krimit të bandave, gjë që u bën edhe publike, ku edhe Spaku 3 muaj më pas veproi për arrestimin e disa trafikantëve që ndikuan drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve, dhe përveç asfaltit, çakut elektoral, përdorimit të administratës shtetit, ku edhe ne në qarkun e Beratit kemi bërë kallëzim me shkrim pranë taksportës në thonjza të ngritura nga Spaku, por që ka rezultuar një dështim. Për mua Spaku, KQZ-ja janë në funksion të kësaj masakre elektorale dhe nuk i heq asnjë presje. Partia Socialiste ka qenë më e mirë organizuar në çdo qendër votimi, pra ka përdorur të gjithë makinerinë shtetërore, gjë që janë bërë të gjitha faktike, nuk ka nevojë t'i komentoj nga para, se janë bërë dhe me pamje filmike që nga tereni bullgar, votimet në diasporë, sidomos në Greqi, ku qarku i Beratit ishte ndër të parat që hap një kuti ku ishte 300 me 5-6 vota, pra 90% Partia Socialiste, kishe flet votimi me të njëjtin shenjë, me të njëjtën flet palosje. Unë isha vetë tek Olimpiku ku përnumërohesh diaspora, pavarësisht se unë dola i pari nga opozita e bashkuar te votimet e diasporës, por përveç këtyre, ne do të kthejmë se këtu qëndron një gjithë problemi, i kemi të gjitha parregullsi, por çfarë ndodh në vijim, se kontestime për rezultatin e zgjedhjeve kemi patur edhe në vitin 2021,
ku opozita Partia Demokratike tha që nuk do të njohim zgjedhjet, ndërkohë që vijoi Partia Socialiste e qetë të udhëheq, po ashtu në vitin 2017 kemi patur kontestime, nuk do të njihen zgjedhjet, theksonte Partia Demokratike, por ndërkohë zoti Rama fitoi edhe mandatin tjetër. Kemi të bëjmë sërish me të njëjtën histori dhe me të njëjtën retorik. Këtë nuk e them unë, e thonë qytetarët dhe ju e dini shumë mirë për shkak të angazhimit tuaj në teren, edhe pas humbjes, se ka nga ata politikanë që nuk po shihen më për zonat e tyre elektorale. E para njerë Rilindja fitoi jashtë pritshmërive, duke ditur rreziku që s'mund t'i kalonte 71 mandate, u futur në një operacion zjarri, po themi ne, me gjitha format dhe metodat, edhe rezultati u doli pa parashikuar, edhe vetë në një fest tek ata nuk ka, sepse milionat e eurove dhe gjitha këto që unë përmenda ishin të mirë organizuara, por nga ana tjetër unë kam qenë ndër kritikët që kam thënë, ju bëj thirrje disa drejtuesve politik dhe deputetëve të dalë me mandate qyll, ka ikur kohë e festave, takimeve me Red Bull dhe me pije në përdegët e rrethave, po ka ardhur koha të kërkojnë ndjes demokratëve, sepse këtu s'bet fjala për një mandat apo karrige deputeti, po bëhet fjala për ata demokratë, socialistë zhgënjur, qytetarë që kanë 12 vjet pa punë, që kanë 12 vjet që pa parë fëmijët e tyre edhe që kanë 12 vjet në varfëri. Kështu që edhe nga vetja jonë, unë vi nga qarku Beradit dhe mora 5222 vota, ndërkohë që ke deputet që po futen edhe me 3000 vota në parlament, për shkak të këtij sistemi. Dhe jo vetëm ka dhe nga ata me 1900. Po, dhe për shkak të sistemit të korruptuar politik, për shkak të listave të mbyllura, për shembull qarku i Beradit është qenë qarqet që bie në sy, rezultati doli 5-2. Unë do thotë që 2 ishin listë të mbyllura. Unë nuk e kam problem fare, sepse marrëdhënien time kam drejt për drejt me elektoratin dhe nuk e fal kurrën e kurrës, as mundin, as djersën, as sakrificat, as çdo gjë me ata banor nga Mali të Morit deri Shpirag, nga Çepani në kufi me Përmetin e deri në kufi me Lushin dhe me Firin, lëvizje dhe takime të shumta, premtime dhe mbështetje reciproke, por duhet ju bëj me dije juve dhe gjithë shqiptarëve që edhe koalicioni nuk, të paktën në qarkun e Beradit, nuk funksionoi si duhet. Madje kishte një lloj xhelozie për shkak se unë kisha marrëdhënie të drejtë për drejta me liderin Berisha, të cilin asnjëherë nuk e kam gënjur në të gjitha fush betejat politike që në 2009 që morëm 3 mandate, edhe më pas në pushtetin lokal dhe qeverisje qendrore. Dhe duhet ju them që ishte një xhelozi e madhe, gabime shumë të mëdha. Ne e dinim që kishim narkoshtet, ne dinim që kishim një makineri, por kjo makineri donte përballë njerëz luftarak, edhe të trurit, por edhe të forcës në kuptimin e mbështetjes dhe kurajos që ti do t'i jepje në përballje mbështetësve të tu. Shiko, përpos përballjes me Partinë Socialiste dhe me angazhimin e saj, keni patur një tjetër problematik që keni qenë vetë ju, vetë struktura juaj e brendshme. Në momentin që ka xhelozi, atëre unë kam thënë dhe them që lufta brenda llojit është më e keqe, se kundërshtari e di që ke përballë dhe merresh me atë me natyrën që ti ke si kandidat, por lufta brenda llojit ishte shumë e madhe tek opozita e bashkuar. Po marrim rastin konkret, mandati i tretë i qarkut të Beradit, me fjalë hum drejt për drejt nga drejtuesi politik, dhe si rrjedhoi e njerëzve që ai nxiti në këtë përçarje, zotit Bozdo, për të cilin unë e kam vënë në dieni zotin Berisha, zotin Blushi dhe zotin Meta, për shkak sepse u krijua bindje që mandati i tretë është i sigurt me vajtjen time, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që u fokusuar në zonat ku ne ishim fitues, në Kuçov, në Otlak edhe në Skapar, dhe lam bosh shumë zona të Beradit, Dimalit dhe Poliçanit. Pra unë vinja beja takim në një fshat të Kuçovës, mbas 2-3 ditësh vinte zoti Bozdo me të tjerë, madje edhe në një lagje qytetit e njëjta histori në këto zona ku unë isha fitues dhe nuk patëm një kompaktësi si grup, si frym. Pra u krijua bindja
që postuluojmë Lefter Malikin, po dobësojmë në Kuçov, në zonën Lapardhas, Otlakut dhe të Skraparit, sepse isha i fort, kisha mbështetje të gjerë popullore. Po kur hyn në një proces elektoral, nuk hyn në auditor dhe sepse unë vija si drejtues politik i Partisë Lirisë dhe praprin fjalën që ky nuk është joni, të orientojmë votat tek Partia Demokratike, edhe me fjalën më të ndryshme, saqë në disa zona përmend edhe emri që po vjen dhe Lefter Malikit për të mbledhur njerëzit, sepse nuk mblidhin dot njerëz. Edhe vetë ta të PD-s. Unë e kisha vend dieni, madje patëm aq xhelozi saqë edhe kur ftova unë Sali Berishën në Kuçov, që ju e pat gjithë, madje media thoshe është Kuçov, nuk është në Kavaj, edhe aty ishte xhelozi e madhe për organizimin dhe pse po mile përsipër unë pritjen e liderit Berisha. Më pas e njëjta histori mora përsipër pritjen e liderit Berisha edhe në Berat dhe pata pengesë për njoftimet dhe një organizim tepër i dobët nga ne drejtuesit politik për pritjen e liderit Berisha, dhe unë e kisha vënë në dieni për këtë. Ndërkohë që Partia Socialiste sulmonte për mandatin e 5, ne kishim sigurt mandatin e 3, por sulmoi mandati i 3 edhe nga ky drejtues politik me njerëz të tjerë. Dhe po të shikosh rezultatin, me 5222 vota, unë kam dhënë mandatin e 2 të Partisë Demokratike, ndërkohë që me një do dilte, më kes një lloj me fjerje në rezultati, ndërkohë që mandati i 3 u hoq drejt për drejt nga kjo luftë brenda llojit. Në politik është mirë që mos i përmendesh këto në media. Në politik është mirë që të jesh diplomat, por unë s'mund të jem diplomat me djersën, gjakun, mundin, sakrificat dhe me mbështetësit e mi. Sepse në Kuçov unë mba me pak vota në Bashkinë Kuçov, ndërkohë që isha shumë i fort në zonën e Otlakut. Sigurisht që unë fitova në Lapardha, fitova në Kuçov, fitova në Skrapar me një diferencë pak vota apo dhe në diaspor, por po t'i veshëre dhe po të shikoni rezultatin, 5 kandidatët poshtë meje nuk kanë marrë më pak vota se çka marrë unë, dhe kandidati i parë që dish me radhë. Gjithsesi, unë të gjithë kandidatëve nuk jam marrë me asnjë nga kandidatët, madje në çdo takim thosha votojeni Partinë Demokratike dhe votoni kush juve ju mbush mendin që ju përfaqëson në parlament. Asnjë nga ana ime nuk është futur kurrë fryma e përçarjes, sepse doja bashkimin dhe fitore, madje nuk e kisha me qef mandatin e deputetit, e kam thënë edhe këtu, dhe ja kam thënë edhe zotit Berisha, që ka detyra të tjera që mund të shërbesh qytetarëve, dhe unë gjithnjë kam ëndërruar dhe luftuar për të qenë drejtues lokal. Mos harrojmë që në shtator apo tetor ne kemi zgjedhur në Bashkinë e Beratit, për shkak se i pari ish drejtuesi vendor i Bashkisë Beratit ka dalë deputet dhe ka dhënë dorëheqje, dhe unë gjej rastin këtu, meqense këta nuk ndjejnë as përgjegjësi morale, se njeriu kur humb, qoftë ky drejtues politik, drejtues dege me radhë, i jep të drejtë morale për një dorëheqje. Nëse unë Bashkinë Kuçov do kisha humbur me 3-4.000 vota në 2023, do t'jepja dorëheqje. Nëse unë tani do të kisha humbur thellë, do t'jepja dorëheqje nga politika, ose nëse unë do të humbja vendlindjen time apo vendin e origjinës, do t'jepja dorëheqje. Pra këta nuk kanë as aktin e dorëheqjes. Dhe unë duhet ju them që kemi zgjedhje në Bashkinë e Beratit dhe bëj thirrje edhe në studio hyje, kanë bërë edhe të tjerët. Nëse ky Eno Bozo nuk pas ka përgjegjësi morale për të dorëhequr si drejtues politik për shkak të kësaj përçarje që i bëri në qarkun e Beratit, le të konkurroj për Bashkinë e Beratit, meqense na që nga figurë, gëzo ka mbështetje, edhe të shohim se si do dalin. Por e kam deklaroj që del shumë dobët se çdo kandidat tjetër që të jetë nga qyteti i Beratit. Kështu që unë thirrja ime është e sinqertë, krahas qendresës, krahas mbledhjes së provave që lideri Berisha po i jep çdo ditë, krahas të gjithë përcjelljes së dokumentacionit për këtë masakër elektorale tek Departamenti i Shtetit apo institucionet europiane, krahas edhe raportit përfundimtar që do të vijë nga OSB Odiri, ne duhet të reflektojmë, të mirë organizohemi me njerë dhe të marrim porosi të prera se si do të veprojmë në ditët në vazhdim, në muajt vazhdim. Pa qëndres, pa protesta, pa ngritje kundër kësaj masakre elektorale dhe pa reflektim tek vetja, nuk mund të ecim përpara, sepse njerëzit janë të demotivuar, unë i kam takuar dhe nuk kam besim që ne fitojmë pushtetin lokal me këtë qeveri nesër ose me këtë natyrë drejtimi politik që kemi në përqargje. Sali Berisha
ishte i palodhur na Mingjezi në Darkë, na Seloniku përfundonte në Kuçov, na Shkodra përfundonte në Sarandë, kurse drejtuesit politik, një pjesë e mirë e tyre, nuk e ndiqni fare, një pjesë e tyre mund të rrinë në Tiranë, një pjesë me duar në xhepa, një pjesë puste frymën e përçarjes, ndërkohë që urdhri ishte i prerë që kandidatët e listës së mbyllur që ishin të emëruar, nuk kishin punë fare të orientonin votat dhe të fusnin përçarjen. Kjo ndodhi e kundërta në një pjesë të mirë të qarqeve të Shqipërisë. Pra, ndërkohë që Sali Berisha fuste frymë, punonte i palodhur, pjesa tjetër nuk pothuajse për mua një pjesë e mirë e kanë sabotuar duke punuar në rrogozë. Nuk po them që pavarësisht këtij sabotimi nuk mund të fitonte kurrë Partia Socialiste për shkak të skandaleve të mëdha shpopullimit, varfërimit edhe korrupsionit galopant, por edhe defektet tona ne do të shikojmë dhe do të shikojmë me përparësi. Akti i dorëheqjes të një pjesë e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, por edhe të opozitës së bashkuar, është një akt demokratik që duhet të jetë se s'bën. Një njeri që nuk, po e them në kuptimin figurativ, pjell më vota, duhet të largohet vetë, nuk ka më me emërim, me mandat e qyll dhe të rrinë demokratët atje, siç kanë ndenjur te Rruga e Shpresës, të cilët prisnin 300 ca ditë, prisin fitoren dhe prisin kthimin e dinjitetit, prisin që nesër të ishin dikush në shërbim të familjeve të tyre, por ndodhi e kundërta për shkak të kësaj analize që unë thash. Ka diçka shumë interesante në të gjithë këtë çështje, zoti Maliqi. Kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha thekson se nuk do t'i njohë këto zgjedhje parlamentare të 11 maj, duke i cilësuar si farsë të shëmtuar, përfshirje e bandave, krimi të organizuar e të tjera e të tjera. Ndërkaq, është mbledhur parlamenti për herë të fundit për këtë legjislaturë dhe shef figura të cilat mbase në legjislaturën e ardhshme nuk do t'i shohim më. Ka një kontradikt shumë të theksuar dhe dua ta përmend në këto momente. Ka qenë një deklaratë e zotit Alizoti, me gjithë respektin që kam për figurën e tij, drejtuar gazetarëve. Zoti Alizoti thotë që Rama i ka ngrënë të gjithë, po ju ha dhe ju, ne jemi në rregull. Si ta marrim këtë deklaratë, zoti Maliqi, po ju ha ju Rama, se ne jemi në rregull. Jemi në rregull në çfarë konteksti, se do të jesh deputeti i legjislaturës, do të pash pozicionin, do të marrësh rrogën dhe do vjosh të flasësh dhe të përplasesh në parlament ashtu si ke bërë të paktën për 4 vitet e fundit. Kjo do t'ju serviret sërish qytetarëve shqiptar. Edhe unë kam vlerësime për zotin Alizoti, i cili ka qenë drejtues politik 4 vite më parë, dhe në informacionet që unë kam ka qenë përbashkues, nuk ka qenë përçarës brenda opozitës dhe Partisë Demokratike. Po duket sikur humbja ka ndikuar për keq në mentalitetin e por ai ju drejtua, besoj është drejtuar medias, sepse një pjesë e medias, pothuajse pjesa më e madhe, është e kapur nga qeveria dhe ka thënë edhe me sarkazmën që runi ju se ai po i ha të gjithë. Me fjalë ka sigurisht që këtu futet opozita dhe një pjesë të opozitës, siç ka ngrënë kundërshtarët e tij brenda llojit e merat. Gjithsesi, kjo është për tu analizuar, por unë them që nëse këta deputet pas kanë vujtur për karriget e tyre, këta 50 që po vjen aty apo 40 ca, atëre keqardhje dhe një ndjesë e madhe për demokratët, sepse po luftuan këta vetëm për karrigen e tyre, për të marrë ato rrogat e majme. Dhe do i shikojmë edhe tani, edhe këto kohë, që sa do i shikojnë demokratët dhe sa do i takojnë demokratët, se janë betejë tjera para, por unë mendoj dhe shpresoj që të ketë një aksion opozitar, të ketë një reflektim, nuk e di se si do veprohet, nuk e di se si do të vi reagimi nga faktori ndërkombëtar, që në Departamentin e Shtetit, Partitë Popullore Europiane, sepse sinjalin e parë e kanë dhënë dhe para zgjedhjeve. Kjo është e vërtetë që me makinerinë shtetërore të Edi Ramës ishte vështirë procesi zgjedhor dhe zgjedhjet, por unë kam ngul. Si kam ngul, ja po ju them një shembull të thjeshtë. Unë i kam thënë zotit Meta, por i kam thënë zotit Berisha, që s'ka këtu për të fshehur asgjë. I kam thënë që më jepni edhe drejtimin politik në qarkun e Beratit dhe unë ju siguroj 3 dhe luftoj për të 4. Dhe pse kam thënë këtë?
E kam thënë këtë sepse jo vetëm se puna nuk bëhet vetëm me strukturat. Strukturat ka nevojë për frym, mobilizim, po puna bëhet në çdo qelizë, në çdo qendër votimi. Dhe du të kesh një përvojë, du të kesh një çikurajo dhe guxim. Siç përballsha me narkoshtetin, po themi ne me çuçin e familjes, me operacionalen, vinja vet në aksionin gjithë me radhë. Dhe nëse një drejtues i mirë përballet me të keqen, dhëm për dhëm, siç janë ata, do veprosh edhe ti, me mirë organizim arrihet rezultati. Por unë po e them dhe po e përsëris. Si ka mundësi që kjo fushat, po thuaj se 50 fshatra, po doni dhe me listë ja u jap, apo disa qendra tjera, nuk u prekën fare nga kandidatët. Nuk janë preku, pra thonë banorët në përfshatra, edhe në lagje qyteti, nuk na ka ardhur njeri për të na kërkuar votën. Ndërkohë që Partia Socialiste ishte si miz. Pra që do të thotë këta deputetë listës mbyllur nuk e vran fare. Ta drejtues politik nuk e vran fare. Ta futën edhe xhelozin. Por unë them që unë do isha shumë mirë ta dija që këta do bënin kështu. Do isha shumë mirë dila vetëm. Të dila me 9 kandidatët e mi, nga Skrapari e deri në Kuçove Dimal, e t'jeni të bindur ju që Partia Demokratike do merrte një mandat, ne do minim më shumë se Partia Demokratike, po të kisha reorganizuar, kurse unë ngela vetëm. Edhe në numrus nuk po mipni mua. Në 5 tavolina numrus kandidati. Në 5 tavolina 2 numrus, me turne, vëzhgus, me përplasje të mëdha, e me radhë. Mere zotin Noka 5-6 herë, për një javë rresht, ta mbroj unë, thoshte, votën tënde. Si do mbrosh të votën time? Na kush do ta ruaj votën unë? Na demokratë apo na socialistët? Demokratët mua më donin. Pra demokratë ndershëm, socialistë ndershëm, mua gjithnjë më kanë dashur dhe më duan. Por janë disa segmente të kapura në drejtuesin politik, apo dhe në atë tjerë të cilët fusin frymën e përçarjes. Pra, që të jemi të bindur, po të ketë një mirë organizim, po të ketë një mobilizim, po të ketë një strategji për ballje me të keqen, arrin në fitore. Prandaj them, jemi tani edhe përballë një fakti tjetër. Në Bashkinë Berat kemi zgjedhjet. Le të jetë gjithë shteti, po patë mobilizim, po patë organizim, po patë drejtues politik të mirë, arrin dhe ç'kemë të në fitore. Ka humbur me 6500 vota kandidati që sot është deputet. Edhe po ja deklaroj unë, gjithë shteti të vi. Përballet do jetë dhëm për dhëm nëse ne kemi një drejtues politik të mirë, organizim të mirë, dhe kur them dhëm për dhëm, ata nuk i kalojnë dot. O do fitojmë ne, ose humbja do të jetë shumë e lehtë në krahasim me çfarë ka ndodhur. Vetëm që ne duhet t'japim dorën çdo qytetari, çdo demokrati, t'i kthejmë besimin, t'i frymëzojmë ata për një ndryshim e gjithë më radh. Por ama me duar në xhepa, e duke mos i takuar njerëzit, kurrë në kurrës nuk mund të fitosh. Nëse ti evidenton përballu, mes natës 12 natës, more vesh që po lëvizin mjetet për të ndarë ndihma, ti duhet të jesh vetë i pari bashkë me demokratët për të përballur me këtë keqje të madhe. Faleminderit shumë që ishe sot në pasion zoti Maliqi, si gjithmonë është kënaqësi dhe ju uroj suksese në punën tuaj në vijim. Kënaqësi. Ne shkëputemi për një hapësirë publicitare.